me betim. Dënoj, ku shkruan zoti Dënoj ka zëru 1 milion shqiptarëve, ku shkruan që opozita duhet me votu? Kush është opozitë? Nëse dhe opozitës për i referojmë kësaj. Ish opozitë. opozitë. Ka obligim moral. Oke, ku shkruan? E pa vërtet. E pa vërtet. Sa të folë që du të thëmë me pa vërtet. Po edhe unë mërzit Po mashtron Dënoj. Po mashtron Dënoj. Drenori si të duk deklaratat qëndrimit të Do e ka asnjë obligim. Dëgjam, nuk është diçka e re, vetëm që gjuha për menimin tem një personalitet si zoti Lushtaku, që është moti tashmë në politik, shprehet nuk guxon një farë urdhri. Jo, nuk guxon thot për shkak të elektoratit ai. Jo, ne tash po e tham ato që po mendoj, është dashur të gjetë një gjuhë pak më të butë, nuk e ka ftuar zoti Kurti, po besoj se mas pak zotin Lushtaku për me bë koalicion sepse janë dy pole këtë ndryshme, na e dim këtë citat. Ai e ka ftuar shumë bardh zezan të bardhën është për çka i ka ftuar për me zgjuar. Po ti e din që zoti duhet me vetë edhe zoti Lushtaku, ti e din këtë. Prandaj unë besoj që zoti Lushtaku e tha ato që e kanë thonë në mënyrë të vazhdueshme, PDK shumë normale, sepse PDK-ja do të merru primatin e partisë dytë, pra duke e luftu partinë e parë, sepse ato është gara, ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. LDK-ja është veç po vetë përjashtohet për fuqisë vet, zguxon as me shku në takim për mu konstituu kuvendi, nuk po flasim për qeveri, për konstituu kuvendi, për kryetarët e saj. Ti e kritikove Lushtakun që tha zguxon, tash ti vetëm po do të zguxon. A përshep konsistenca jote çka? Por zotri unë sudhëheqi parti politike këtu. Po s'ka më rëndësi. Ai pe Skënderoj se të zguxon PDK-ja. Ti e kritikove nisht eksponent fuqishëm të PDK. Po vetë janë do të deputet atje. Zoti Sadiku, ato e kritikoj që tha zguxon, ky vetë tha LDK-ja zguxon. A përshep konsistenca atë ku shkon? Çfarë çfarë krahasimi van? Veç të kop na dikun. Jo, kopan fjalë. Po mdhimbesh ka. Na tu jemi me fjalë tu lutem. Mdhimbesh sinqerisht. Po çka? Pse gjithçka po mënohesh më kopës me po dhim na në ty thuje. Po çka? Po s'ki asi argumente ke u këtë arsyeën e ke. Ti ke argument me rana tua? Nejse. Po jo hiç pa nejse. Pa me nejse. Njëri ti tha çush po flet as po guxon, vetë tani LDK-ja po guxon. Jo, pas jam lider politik.